Pas faljes së Fitër Bajramit, komuniteti mysliman hapi dyert e pritjes. Nuk munguan vizitat nga përfaqësues të ndryshëm të politikës, por jo vetëm. Pas vizitës në komunitetin mysliman, presidenti Begaj theksoi rëndësinë e unitetit në shërbim të interesit kombëtar. Të jemi solidar me njëri tjetrin, të shtrim dorën njëri tjetrit, të ndihmojmë të pamundurit dhe të jemi të bashkuar në shërbim të interesit ton madhor, në shërbim të interesit të harmonisë fetare, të dialogut ndërfetar dhe të interesit ton kombëtar. Kreu i Partisë Demokratike Berisha, teksa bëri vizitën në KMSH dhe uroi besimtarët, shfrytëzoi këtë mundësi për të theksuar se falja e ditës së premte do të përcaktohet në ligj dhe në orar, duke siguruar se çdo besimtar mysliman do të ketë kohën e nevojshme për të kryer detyrën e tij me falje në xhami. E shfrytëzova rastin për të zotuar para kryetarit të komunitetit musliman pas 11 majit, nga vendimet e para do t'jetë dyfishimi i fondit për komunitetet fetare. Sikundër, një përpjekje madhore do të bëhet për rikthimin e pronave të tyre ose kompensimin dhe garantoj besimtarët musliman se falja ditën e premte do të përcaktohet në ligj dhe në orar. Festa e Fitër Bajramit premtohet pas 30 ditësh agjërimi dhe për besimtarët, kjo ditë shënon shpërndarjen e lëmoshës, solidarizimit me të varfrit në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi që të gëzojnë së bashku.